Ky është viti i tretë që unë bëj turin e Ballkanit me grupe nga Meksika dhe vërej një rritje të numrit të turistëve nga viti në vit. Ata janë gjithmonë të befasuar nga Shqipëria sepse është një vend shumë më ndryshe nga se e kishin imagjinuar. Ne fokusohemi kryesisht në Tiranë dhe dy vendet që ata preferojnë më shumë janë Kalaja e Tiranës dhe Xhamia Namazgjas. Tirana është një qytet i gjallë, shumë i zhvilluar dhe i organizuar, dhe ata janë të habitur nga sa ndryshon nga ajo që kishin dëgjuar. Çmimet janë shumë të arsyeshme dhe kjo e bën eksperiencën e tyre si turist edhe më të këndshme. Për shembull, ne bëjmë udhëtime për destinacione të ndryshme historike kulturore, pra për shembull turet që kemi ne përfshin Krujën, Durrësin, Apollonin, Vlorën, kemi pjesën e Gjirokastrës, pra 3 destinacionet që kemi në UNESCO janë të përfshira në këto ture, por gjithashtu kemi edhe të rinj, paktën, që kanë ardhur shumë këto kohë e fundit, duke qenë se kemi patur edhe disa atraksione turistike si pjesa e festivaleve muzikore, muzikës elektro, dhe 3-4 festivale të cilët janë zhvilluar në pjesën e Bregdetit shqiptar, kanë bërë të mundur që të vinë goxha të huaj. Atyre u pëlqen miksi i natyrës i jetesës të përditshme të një shqiptari. Pasi atyre u bën shumë çudi vetëm fakti që jetën e tyre kanë sistemuar nga rregullat orare e gjitha. Kurse duke ardhur në Shqipëri dhe duke vënë për po marrim rastin më banal, sa kafe ka rrotull, u bën shumë përshtypje që kanë qejf ta shpenzojnë kohën gjithmonë të harreshëm edhe duke ngrënë dhe duke pirë. Ne vim të paktën një herë në vit në Shqipëri. Për ne nga Italia është afër dhe lirë. Edhe pse çmimet po rriten çdo vit më shumë, ushqimi dhe restorantet janë ende shumë të lira dhe ofrojnë cilësi të shkëlqyer. Pavarësisht rritjes së çmimeve, ato mbeten më të arsyeshme se në vendet e tjera. Për ne, jugu i Shqipërisë është i pakrahasueshëm për natyrën, atmosferën dhe ushqimin e mrekullueshëm që ofron. Ata vinë me një plan të caktuar, nuk kanë qejf të nxjerrën nga xhepi, kur vetëm në momentin kur ai po ja kalon mirë dhe del jashtë normave të planet, atëherë nuk parapyet shumë, edhe funksionon shumicën e kohës me kartë kreditit, edhe e bën ca shpenzime, një herë në ca kohë. Por zakonisht nuk është gjë që ndodh.